Përshëndetje të nderuar miqtë e mi. Sot pranë jush do të vim me një histori shumë të dhimbshme, me një histori shumë të ndjerë, me një histori që në fakt nuk dua ta besoj që te ne shqiptarët akoma ekzistojnë njerëz që kanë një shpirt të tillë. Këtë letër, këtë rrëfim, këtë dhimbje shpirti ma ka shkruar një nën nga një nga azilet shqiptare. Ajo ka shkruar me lot, ka kujtuar ditët e saj të bukura, ka kujtuar vështirësitë për djalin, por djali e bën më të keqen te nëna. Unë jam një nën që dikur besoja se kisha botën në duar. Kisha vetëm një fëmijë, një djalë, të cilin e linda me dhimbje, e rrita me sakrifica, e rrita me zemër. Për mua ishte arsyeja ime për të jetuar. Ndërsa sot jetoj në një azil, e braktisur nga ai që mendova se do të më ruante gjersa të mbyllja unë syt. Po ju rrëfej historinë time. Ndoshta dikush do të më kuptojë ndryshe nga djali im. Kur lindi gjithë fshati erdhi që ta shihte. Ishte djali i bukur e me sy të qeshur. Nuk kishim shumë, por kishim gjithçka që t'ja jepja ati. Kur rritej më thoshte, mami, kur të rritem, do të blej një shtëpi të madhe. S'ke me punu ma. Unë qeshja, e përqafoja edhe thoja, mu boll fjalët janë për mua, unë kam gjithçka kur të kam ty. Askush nuk e dinte se një ditë, as shtëpia ime, as jeta ime, as djali im, nuk do të më lejonin më as që të afrohesha. Djali u rit, u dashurua, shtëpia jonë u mbush me njerëz, me muzikë, me shumë gëzim. Unë isha e lumtur sepse bindesha se jeta e tij po fillonte mbar. Por pas martesës ndryshuan gjërat. Nusja nuk më shikonte me sy të mirë. E kuptova qysh në ditën e parë. Kur lash gjellën në tryezë dhe ajo pyeti djalin. Pse duhet të ri ajo këtu? Ne kemi nevojë për hapësirën tonë. Djali qeshi e nuk foli, ndërsa unë heshta se nuk doja që të krijoja konflikte. Me kalimin e kohës, çdo punë ime u kthye në gabim. Nëse unë gatuaja, kush ta ka kërku? Askush nuk e ha ushqimin tënd. Nëse unë pastroja, s'ke punë me gjanat tona. Nëse unë heshtja, pse mri me atë fytyrë të vrentur? Çfarë ke? Edhe pse ajo fliste keq, unë duroja. Kam jetuar gjithmonë me një besim, për djalin tim unë i duroj të gjitha, këtë besoja. Por më vonë fjalët u kthyen në dhunë, jo nga nusja, por nga djali im. Një mbrëmje, pas një sheri të kotë për një pjatë që rëshqiti nga dora, nusja i bërtiti djalit. A e shet çfarë bën kjo? Ajo po na e prish jetën. Djali më afrohet, më merr pjatën nga dora edhe me zë të lartë më thot. As je zonja me gatu? Çfarë dreqin bën gjithë ditën në këtë shtëpi? Unë e shikova në sy edhe i thash me zë të butë, birë, mos ma ngrit zërin, unë jam nëna jote. Ai nuk foli, vetëm më shtyu, unë u pengova edhe rash. Ajo ishte hera e parë
por jo hera e fundit. Pas asaj nate fjalët u bën britma. Britmat u bën shuplaka, e shuplakat u shndruan në dhunë. Djali im, dora që më duhej të më mbronte, u bë dora që do të më lëndonte. Kur qaja i më thoshte, mos bëj dram, ti e fajtorja për gjithçka. Kur heshtja më vinte përgjigja, steri si fantazma, dil prej shtëpisë nëse nuk të pëlqen. Nusja qëndronte në kënd e qeshte. Unë ndjeja shtëpinë time duke u mbyllur çdo ditë më shumë. Çdo koltuk, çdo dhomë, çdo mur më dukej tepër i huaj. Unë isha vetëm një trup në një shtëpi ku nuk kisha më zë. Një mbrëmje vonë, dëgjova fjalët që asnjë nën nuk i meriton. Djali hapi derën edhe më tha, dil jashtë, mjaft na ke lodhur. Mendova se ishte shaka. Qesha lehte dhe i thash, bir, ku me shku unë në këtë orar, o bir. Ai më kapi për krahu, më shtyu drejt të derës edhe më tha fjalë që më vranë në shpirt. Kjo nuk është më shtëpia jote, ik. Nusja qëndronte mbrapa tij dhe u shpreh, mos u kthe ma. Në dorë s'kisha as çantë, as rroba, as ilaçe. U gjenda në rrugë, në nshi dhe e vetme. Pyesja veten si është e mundur. Ai është djali im e unë jam nëna e tij. Policia më gjeti në rrugë. Nuk kisha se ku të shkoja. Askush nga familjarët nuk më hapi derën. Sot jetoj në një azil. Kam një dhomë të vogël, një shtrat të ngushtë dhe një dritare, prej të cilës e shoh qiellin. Nuk është shtëpi, por është stre. Të paktën këtu askush nuk më re, askush nuk më fyen, askush nuk më dëbon. Por dhimbja që mbaj brenda nuk ka mjek e nuk ka ilaç. As nipërit nuk më lejohen që t'i shoh. I shoh vetëm në fotografi që dikush mi solli fshehurazin. Riten, qeshin e bëhen të mdhenj dhe unë jam askushi për ta. Kur dëgjoj fëmijë që qeshin për obore, zemra më dridhet. Më duket si kur dëgjoj zërin e tim biri kur ishte i vogël. Çdo mbrëmje para se të fle, shoh duart e mia. Janë duar të lodhura, të rrudhura. Duar që dikur punuan ditë dhe natë, që djali im të mos i mungonte tim birit asnjë gjë. Sot duart që rriten janë haruar. A jam unë nën e keqe? A gabova që e desha shumë? A gabova që heshta gjithmonë? Ndoshta po. Ndoshta heshtja ime e bëri të mendoj se gjithçka i takonte. Por një gjë nuk ndryshon kur. Unë e dua. Edhe pse më ka lënduar e dua. Edhe pse më ka përbuzur e dua. Edhe pse më ka hedhur jashtë, unë jam nën dhe nënat nuk din asnjëherë që të urejnë fëmijët e tyre. Ndonjëherë kur dera e azilit hapet, unë e kthej kokën me shpresë. Mendoj se është ai. Mendoj se ka ardhur të më marrë, të më përqafoje, të më thotë, "Nan, hajde në shtëpi, aty e ke vendin tant." Por dera mbyllet, dikush tjetër hyn, dikush tjetër del. Dhe unë mbetem e ulur me duar të mbledhura dhe me zemrën time të coptuar. Ndoshta një ditë ai do të kujtohet, ndoshta një ditë do të plaket dhe do të kuptoj dhimbjen time. Ndoshta një ditë do të trokas te kjo derë dhe do të thotë, "Të dua nan." Ndoshta ose ndoshta jo. Por deri atëherë unë do të jem këtu, në një shtrat të ftohtë me një zemër të nxehtë që rem vetëm për të.
sepse edhe kur fëmia e haron nënën, nëna nuk e haron kur fëmijën. Është ky një rrëfim i kësaj nëne të mrekullueshme shqiptare, e cila vuan lotin edhe trishtimin që ja ka shkaktuar i biri pa faj. Duani nënat, nënat janë të shenjta.